Horoskopi 7 qershor 2025. Parashikimi dhe ngjyrat me fat si dhe këshilla e ditës. Dashi, me praninë e Venusit në shtëpinë tënde të dytë diellore, ti po kalon një periudhë ku dinjiteti dhe mirësjellja shkëlqejnë përmes mënyrës si sillet dhe shprehesh. Vetvlerësimi yt është më i lartë dhe kjo të sjell mirësi nga jashtë. Gjërat e bukura të jetës po të afrohen vetë, nga marrëdhëniet të pasuria materiale. Kjo është një kohë e shkëlqyer për të zhvilluar aftësitë tua, për të investuar me durim dhe për të ndërtuar diçka me vlerë. Edhe pse mund të ndihesh pak më shumë i dhënë pas komoditetit, kjo është një mundësi për të kuptuar më thellë çfarë të nevojitet për të ndier mirëqenie të vërtetë. Sot, në orët e para mund të ndjesh tensione, sidomos në raportet shoqërore apo në përballjen me disa detyrime që të shpërqendrojnë. Kujdes kur emocionet shtypen, pasi mund të veprosh në mënyrë të pavetëdijshme. Gjej qendrën tënde dhe përqendrohu, do të zbulosh çështje thelbësore që ke lënë pas dore. Nga ana praktike, është ditë ideale për pak aktivitet fizik, ndoshta një lojë ose sport i lehtë për të ndier energjinë e rinisë. Përpjekjet e tua të palodhura do të shpërblehen financiarisht. Ka gjasa të bësh ndryshime të vogla në shtëpi që do përmirësojnë atmosferën. Në dashuri, yjet janë në anën tënde, kupitët janë afër. Dhe mund të ndjesh një rrezatim të bukur romantik. Je i vëmendshëm, ndoshta dikush shumë afër ka ndjenja për ty që nuk i ka shprehur ende. Mos harro t'i kushtosh pak kohë edhe të rinjve në familje, kjo ndihmon harmoninë në shtëpi. Nëse je i martuar, sot është një nga ato ditët ku do kuptosh pse dashuria e vërtetë quhet e shkruar në yje. Mos u habit nëse koha të duket sikur ndalon, kjo e shtunë mund të sjellë një pushim të merituar për trupin dhe shpirtin tënd. Ngjyra me fat, e kuqja e ndezur, përqindja e fatit, 85, këshill pozitive për ditën. Jini të guximshëm kur është e nevojshme, por mos harroni kur butësia është po aq e fuqishme. Demi, me Venusin tani në shenjën tënde, i dashur Dem, mund të ndjesh më shumë qartësi në dashuri dhe në mënyrën si e shpreh ndjeshmërinë. Venusi kaloi më gjatë se zakonisht në sektorin tënd të privatësisë, ndaj ky ndryshim do të ndihet si një lehtësim dhe rilindje. Të tjerët do të vënë re anët e tua më tërheqëse dhe të dëshirueshme. Mund të bësh më shumë kujdes ndaj vetes dhe të trajtosh veten me atë që të sjell kënaqësi. Ky është një moment për të jetuar mirë dhe për të përçuar energji të mira që tërheqin gjëra të bukura në jetën tënde, për shkak se Venusi sundon edhe sektorin e punës dhe shëndetit tënd. Kjo periudhë mund të jetë e favorshme për përmirësime në këto fusha. Sot mund të ketë dikë të veçantë që të nxit të fillosh një projekt apo punë të rëndësishme. Hëna kalon në sektorin tënd të partneritetit, duke të shtyrë drejt lidhjes dhe kompromisit. Puna kreative do të mbajë të qetë. Edhe pse askush nuk preferon të japë hua, do të ndihesh i lehtësuar duke ndihmuar dikë në nevojë. Dikush pranë teje mund të reagojë tepër ndaj situatave financiare, duke sjellë pak tension në shtëpi. Megjithatë, dashuria dhe shoqëria do të dominojnë mendimet e tua edhe pse ke punë të prapambetura. Mund të kalosh kohë duke parë një serial në telefonin tënd. Partneri do të bëjë të ndihesh sikur parajsa ndodhet në tokë. Gjithashtu, mund të habitesh nga ndonjë fakt interesant rreth vendit tënd sot. Ngjyrat me fat për Demin janë jeshile dhe rozë. Përqindja e fatit, 78, këshilla pozitive për ditën. Vlerësoni gjërat e vogla sot. Merrni një moment qetësie për të qenë mirënjohës. Kjo vetëdije e qetë sjell më shumë gëzim në jetën tuaj. Binjakët, me ciklin e ri të Venusit që hyn në jetën tënde, i dashur binjak, vjen një periudhë ku dashuria për qetësinë dhe kuptimi më i thellë shpirtëror i ndjenjave marrin një vend të rëndësishëm. Është një kohë e shkëlqyer për të shijuar momente vetmie, për të reflektuar dhe për të krijuar një marrëdhënie më të ngushtë me botën tënde të brendshme. Do të ndjesh një rritje të ndjeshmërisë dhe intuitës, veçanërisht në raport me njerëzit rreth teje, ndaj ki dhëmshuri për veten gjatë kësaj periudhe. Sot mund të përballesh me disa bezdi apo ndjesi që përplasen me dëshirën tënde për pavarësi. Pas presionit apo stresit mund të fshihet një frikë apo pasiguri. Mund të ndihesh sikur të tjerët po të fshehin diçka, ose mund të jesh i shqetësuar për një çështje që nuk po kuptohet qartë. Por në vend që të shtyn ose hetosh me forcë, është më mirë të qëndrosh i qetë dhe të vëzhgosh. Do të mësosh më shumë duke pritur se sa duke ngulur këmbë. Ngjyra me fat, e verdha limoni, përqindja e fatit, 84, këshill pozitive për ditën. Lëreni mendjen tuaj të endet. Mos nxitoni ta zbutni atë. Disa nga idetë më të mëdha lindin kur nuk i ndiqni ato. Gaforja.
Me Venusin tani në shtëpinë tënde të 11 diellore për disa javë, e dashur gafore, je në një periudhë ku mund të përfitosh ndjeshëm nga rrjetet sociale, grupet dhe miqt. Shpërndarja e talenteve ose përvojës tënde me të tjerët mund të sjellë rezultate të kënaqshme. Je tërhequr nga gjërat e reja, ndryshe dhe progresive. Në dashuri, kërkon barazi dhe energji pozitive, ndërsa ke prirjen të eksplorosh kënaqësi apo argëtime jo të zakonshme. Në pjesën e parë të ditës, disa zhgënjime të fshehura mund të dalin në sipërfaqe, ose një problem i së kaluarës kërkon më shumë vëmendje. Mos e saboto veten me sjellje të tepruara apo kontrolluese, identifiko frikërat që të nxisin dhe puno për t'i shuar ato. Më vonë gjatë ditës, investimi emocional dhe përkushtimi në një marrëdhënie ose projekt të veçantë do të sjellë kënaqësi dhe qëndrueshmëri. Ngjyra me fat, argjendi, përqindja e fatit, 80, këshill pozitive për ditën. Lëreni gëzimin të hyjë në zemrën tuaj me dëshirë. Do të jesh aktiv dhe plot energji sot, me shëndet të qëndrueshëm që të mbështet. Fillimi i një kulture kursimi do të jetë i dobishëm për të ardhmen, ndaj shmang shpenzimet e tepruara. Lajme nga të afërm të largët mund të gëzojnë. Nëse do që dashuria jote të qëndrojë fort, mos u ndikoni nga fjalët e të tretëve. Ki kujdes me bagazhet nëse udhëton dhe mund të përballesh me ndonjë mungesë ndihme në shtëpi që sjell tensione me partnerin. Edhe pse do qëndrosh në shtëpi, konfliktet familjare mund të shqetësojnë. Luani, me Venusin që formon një kënd katror me shenjën tënde për disa javë, i dashur Luani, mund të ndjesh se duhet të përpiqesh më shumë për të tërhequr gjërat, njerëzit dhe situatat që dëshiron. Megjithatë, në aspektin profesional dhe të reputacionit, je më tërheqës dhe diplomatik se zakonisht. Njerëzit me autoritet, si mësues, prindër apo shefa, kanë një opinion të mirë për ty, je më i vetëdijshëm për imazhin që përcjell, pasi Venusi ndodhet në pjesën më të dukshme të hartës tënde diellore. Ndërkohë që Merkuri po kalon në sektorin tënd të privatësisë, disa ide apo plane mund të preferosh t'i mbash për vete. Pavarësisht kësaj, transmeton një energji të ngrohtë dhe të këndshme, dhe je duke tërhequr situata që përputhen me karakterin tënd. Në fillim të ditës mund të ndjesh tension apo sjellje të tepruara nëse nuk kontrollon stresin. Mos u kap pas perfeksionizmit apo përpjekjes për të detyruar diçka të funksionojë. Ndoshta është më mirë të shijosh atë që ke tashmë, fatmirësisht, ndërsa dita përparon, gjen më shumë qetësi dhe e vendos veten në qendër të kontrollit. Ndjenjat shpirtërore mund të shtyjnë drejt një vizite në vend të shenjtë, për të kërkuar urtësi nga një person i shenjtë. Merr bekimet e të moshuarve para se të dalësh nga shtëpia, mund të sjellin fat. Një mbrëmje në kinema apo darkë me partnerin do të qetësojë dhe do të mbush me energji pozitive. Sot, trego kujdes në sjelljen me të dashurin. Edhe pse dëshiron të kalosh kohë me njerëzit më të afërt, ndoshta nuk do të mundesh. Ngjyra me fat, portokalli flak, përqindja e fatit, 90, këshill pozitive për ditën. Je vetvetja më e mirë, por lejo që edhe të tjerët të rriten. Leadershipi i vërtet ka të bëjë me marrjen e të tjerëve me ty. Virgjëresha, me Venusin që ndodhet tani në shtëpinë tënde të 9 diellore për disa javë, e dashur Virgjëresh, po largohesh nga zakoni për të analizuar të imase jetën tënde romantike apo ndjenjat e tua. Ke më shumë qartësi dhe liri shpirtërore, dhe kjo ndihmon që personaliteti yt i veçantë të shndrisë. Është një periudhë e favorshme për promovime, marketing, apo për të shpërndarë idetë dhe njohuritë e tua. Mund të ndihesh i frymëzuar nga dikush që do, ose dikush mund të hapë një perspektivë të re, duke ndikuar në mënyrën se si mendon dhe ndjen. Ky tranzit të ndihmon të afrohesh me njerëzit e duhur dhe situatat që dëshiron. Je më i guximshëm me në shijet e tua dhe më i gatshëm me të eksperimentosh apo të dalësh nga rutina. Në fillim të ditës mund të ndjesh tensione të lehta që ndikojnë në humorin tënd. Sot, organizimi dhe përpikmëria janë thelbësore. Përqendrohu në përmirësimin e rutinave të përditshme dhe përfundo detyrat që i ke lënë pezull. Syri yt i holl ndihmon në punë dhe në planifikimin e buxhetit, por përpiqu të jesh i hapur edhe për të dhënë udhëzime të tjerëve. Fillo ditën me butësi në komunikim dhe praktiko vetdijen. Kjo të ndihmon të largosh tensionin e brendshëm. Përdor këtë energji për të bërë lëvizje të vogla, por të qëndrueshme. Drejt ndryshimeve të përhershme që do të përmirësojnë jetën tënde. Ngjyra me fat, bezha, përqindja e fatit, 77, këshill. Nëse ndihesh i bllokuar në mendimet e tua, ndalo. Intuita jote e brendshme është më e mençur se sa mendon, lëre të udhëheqë.
Peshorja, me Venusin që ndodhet në shtëpinë tënde të 8 diellore për disa javë, e dashur peshore, ke një ndjeshmëri të veçantë dhe një aftësi për të ruajtur ekuilibrin edhe në çaste të thella dhe të ndërlikuara emocionale. Edhe pse pjesa tjetër e jetës tënde mund të jetë më dinamike dhe e hapur, ky pozicion i Venusit të shtyn drejt një introspektimi të thellë dhe ndjenjave të vërteta. Kjo është një periudhë ideale për të investuar në një marrëdhënie të veçantë apo në një projekt që të frymëzon thellësisht. Ke mundësinë të përfitosh jo vetëm nga burimet e tua, por edhe nga mbështetja dhe aftësitë e të tjerëve. Mund të ndihesh më i fuqishëm me emocionalisht dhe më në kontroll të jetës tënde personale. Në orët e para të ditës, mund të ndjesh një frustrim për situata jashtë kontrollit tënd. Mund të tundohesh të kontrollosh gjithçka përreth, por kjo nuk të çon larg. Është më mirë të pranosh se disa gjëra kanë nevojë për kohë dhe se ndryshimi vjen gradualisht. Ndërsa dita përparon, do të jetë më e lehtë të kanalizosh energjinë në mënyrë konstruktive, aktivitete natyrale, ushqim i shëndetshëm dhe kohë e kaluar me veten apo me njerëz të dashur do të ndihmojnë të rigjenerohesh. Ndjeshmëria jote natyrore krijon lidhje më të forta me të tjerët. Puno në ekip dhe socializo, sharmin tënd do ta përdorësh për të zbutur çdo situatë të vështirë. Në mbrëmje, dil për një darkë të qetë me familjen apo njerëz të afërt. Jep vetes kohë për relaks dhe qetësi emocionale. Ngjyra me fat, rozë e butë, përqindja e fatit, 81, këshill pozitive për ditën, kërko vlerën në të papërsosurat. Akrepi, energjitë e sotme të shtyn të përballesh me emocionet që mund t'i kesh shtypur për një kohë të gjatë. Hëna ndodhet në shenjën tënde gjatë gjithë ditës dhe krijon një kënd të tensionuar me Plutonin, çka mund të nxjerrë në sipërfaqe ndjenja të pakëndshme që nuk i ke përballuar plotësisht. Mund të ndihesh impulsiv, i zemëruar apo i tensionuar pa një arsye të qartë. Kujdes me tendencën për të kontrolluar situatat apo njerëzit përreth. Kjo nuk do të sjellë qetësinë që kërkon. Mos harro, forca jote është mençuria emocionale. Në vend që t'i shmangesh ndjenjave të thella, përdori ato për të kuptuar më mirë veten dhe për të bërë ndryshime pozitive. Jepi vetes hapësirë për të menduar dhe për të nxjerrë emocionet në mënyrë të shëndetshme. Lajmi i mirë është se Venusi ndodhet tashmë në shtëpinë tënde të partneriteteve. Kjo krijon një periudhë më të butë, harmonike dhe të favorshme për marrëdhëniet personale. Njerëzit të kërkojnë praninë, të respektojnë dhe je më i prirur të lidhesh emocionalisht në mënyrë të thellë dhe të sinqertë me një person të vetëm. Kjo është një periudhë e mirë për të forcuar lidhje romantike apo miqësore përmes ndershmërisë dhe vëmendjes. Je më i gatshëm për të bashkëpunuar dhe për të negociuar me kujdes e mirëkuptim. Marrëveshjet dhe angazhimet që lindin tani kanë potencial të qëndrueshëm. Sot, mençuria jote emocionale është forca më e madhe që ke. Intuita do të ndihmojë të përballosh situata të ndërlikuara në marrëdhënie apo në punë. Mos u përfshi në thashetheme apo drama, përqendrohu në qëllimet që ke vendosur. Kujdes me financat dhe rifresko planet për më shumë stabilitet. Ngjyra me fat, e purpurt e errët, përqindja e fatit, 79, këshill. Foli me të vërtetën tënde. Ke një mendje të brendshme që të udhëzon, përdore. Shigjetari, horoskopi i ditës, 7 qershor 2025, me Venusin në shtëpinë tënde të 6, i dashur shigjetar, rutina e përditshme po fiton një nuancë më harmonike dhe të këndshme. Gjatë kësaj periudhe, bashkëpunimi në punë dhe aftësitë e tua sociale do të jenë në fokus dhe një qasje personale mund të përmirësojë ndjeshëm rezultatet e tua. Sot, hëna ndodhet në shenjën pas tëndes, një vend ku tendenca është të tërhiqesh pak për të rimarrë energji emocionale. Është një moment për reflektim dhe ripërtëritje të brendshme, prandaj mos u shqetëso nëse ndihesh pak jashtë qarkullimit apo në errësirë për disa çështje. Nuk është domosdoshmëri që të dish gjithçka. Dhe dëshira për kontroll mund të sjellë vetëm frustrim. Shigjetari sot është një ditë e favorshme për të liruar anën aventuriere tënde. Eksploro ide të reja, nis projekte emocionuese dhe përfshiu në biseda që mund të sjellin mundësi të vlefshme në punë. Mundësi financiare që lidhen me edukimin ose udhëtimet jashtë vendit janë në horizont, por merr vendime me kujdes, rrini pranë njerëzve që të inspirojnë dhe provoni diçka të re bashkë për të forcuar lidhjet mes jush. Ngjyra me fat, blu kobalt. Përqindja e fatit, 86, këshill pozitive për ditën, merr diçka të re pa plan. Lejo që jeta të surprizojë. Ajo çka nuk e pret mund të sjellë lumturi.
Britsjapi, horoskopi i ditës, 7 qershor 2025, me Venusin që sapo ka hyrë në sektorin tënd të kënaqësive dhe dashurisë. E dashur Britsjap, është koha të dalësh më shumë në shoqëri, të shijosh jetën, të takosh njerëz dhe të ndash ngrohtësinë dhe besimin që ke brenda. Gjatë javëve të ardhshme, talentet dhe cilësitë tua tërheqëse do të shkëlqejnë edhe më shumë dhe njerëzit do t'i vlerësojnë më shumë se zakonisht. Ky tranzit i Venusit është i përshtatshëm për fuqinë tënde të tërheqjes. Do të kërkosh më shumë kënaqësi në jetën tënde dhe dëshira për të krijuar diçka të veçantë po rritet. Sot, jeta jote sociale është më aktive se zakonisht. Ose vëmendja emocionale është e përqendruar tek ëndrat dhe planet për lumturi, megjithatë, mund të ndihesh pak i shqetësuar për të mos mbetur jashtë ngjarjeve. Përpiqu të mos stresohesh tepër për çështjet praktike që nuk i ke nën kontroll. Nëse ke mundësi të bësh ndryshime që përmirësojnë jetën tënde, vepro, por mos e tepër me shqetësimet. Britsjapi sot, planifikimet afatgjata dhe përparimi i qëndrueshëm janë ideal për ditën. Do të menaxhosh detyrat me lehtësi dhe do të ndihmosh të tjerët në përpjekjet strukturore. Kujdesi për financat dhe buxhetimi do të jenë të dobishëm, sidomos nëse fokusi yt është kursimi. Marrëdhëniet evoluojnë përmes planeve të përbashkëta dhe komunikimit të sinqertë. Mbaj shëndetin në nivelin më të mirë me zakone rutinore dhe përdor këtë ditë për të konsoliduar qëllimet në realitet. Ngjyra me fat, blu kobalt, përqindja e fatit, 86, këshill pozitive për ditën, vazhdo përpara, edhe nëse rruga duket e vështirë. Çdo hap të afron më shumë drejt suksesit. Ujori, horoskopi i ditës, 7 qershor 2025, me Venusin që sapo ka hyrë në shtëpinë tënde të katërt. Kjo është një periudhë e fuqishme për të përmirësuar dhe rritur komoditetin e folezës sate, bazën ku ndihesh më mirë. Do të jesh më i angazhuar për ta bërë ambientin tënd të brendshëm sa më harmonik dhe të këndshëm. Në javët në vijim, marrëdhëniet me familjen mund të rifreskohen ose të forcohen. Do të vlerësosh më shumë komoditetin dhe njohjen që të sjell bota jote e brendshme dhe familjare. Në këtë kohë, mund të jesh më i kujdesshëm dhe mbrojtës, veçanërisht me zemrën tënde dhe ata që do përsot. Bëj kujdes me tensionet që mund të të çojnë në zgjedhje jo të mira. Mund të kesh tendencë të mbahesh fort pas qëndrimeve ose mënyrave që po të bëjnë më shumë dëm se sa mirë. Kontrolli shpesh është një iluzion dhe sa më shumë të përpiqesh ta marrësh, aq më shumë humb lirinë për të qenë vetvetja dhe për të shijuar jetën. Sot, përpiqu të përdorësh ndikimin pozitiv të lidhjes së hënës me vestën në majën e hartës tënde diellore për të shfaqur durimin dhe përqendrimin në ndjekjen e qëllimeve. Ujori sot, bashkëpunimi dhe kreativiteti janë në fokus. Punoni në projekte të reja ose detyra grupore. Investimet e zgjuara në teknologji inovative mund të sjellin përfitime nëse vepron me kujdes. Socializo, njohjet e reja mund të sjellin mundësi të papritura. Në dashuri, kërko eksperjenca të përbashkëta. Merr pjesë në aktivitete grupore për të përfituar dhe zhvilluar idetë tua kreative për promovim. Ngjyra me fat, vjollc neon, përqindja e fatit, 88, këshill lëri idetë tua të mëdha të rriten. Mendo për te i kufive. Kreativiteti yt është një dhuratë, përdore plotësisht. Peshqit, horoskopi i ditës, 7 qershor 2025, me Venusin në shtëpinë tënde të tretë deri më 4 korrik. I dashur peshk, dashuria merr një nuancë më mendore dhe verbale. Mund të ketë dhurata ose blerje që të ndihmojnë të lidhesh dhe të mësohesh në javët që vijnë. Aktivitetet mësimore, projektet apo interesat personale do të jenë kënaqësi për ty. Është një kohë e mirë për të harmonizuar marrëdhëniet me motrat, vëllezërit, njohjet, miqtë apo fëmijët. Mund të krijosh miqësi edhe përmes studimeve apo mësimeve nga distanca. Ky cikël i Venusit të jep një shtysë të lehtë për të shprehur ndjenjat me ngrohtësi, mirësjellje dhe tërheqje. Sot mund të ndihesh shumë i përkushtuar ndaj një teme ose interesi të veçantë, por kujdes mos vepro në mënyrë impulsive nëse nuk je i vetëdijshëm për shkakun e tensionit tënd, ose nëse ndjen që nuk ke kontroll mbi situatën. Mund të përjetosh ndjenjen e përjashtimit ose të ndihesh i hezituar për të shijuar momentin për shkak të fajeve të brendshme. Sot është një ditë e rëndësishme për të reflektuar mbi ato që nuk të shërbejnë më dhe për t'i lënë pas krave. Peshqit sot, perceptimi emocional dhe imagjinata janë në qendër të vëmendjes. Përdor këto cilësi për të përfunduar detyra kreative ose për të kuptuar më mirë emocionet personale. Empatia jote ndihmon në situata grupore dhe sinqeriteti në marrëdhënie krijon besim. Kini kujdes me financat dhe shmangni optimizmin jo realist. Gjestet e ëmbla dhe bisedat e sinqerta mund të thellojnë dashurinë.
Përqendrohu në qetësimin e mendjes me natyrën ose në momentet e vetmis për të qëndruar i balancuar. Ngjyra me fat, vjollc, përqindja e fatit, 82, këshill pozitive për ditën, merr kohë për imagjinatën. Një shkëndijë kreative mund të sjellë diçka të bukur në ditën tënde.